Mesfushori i Interit Christian Aslani ishte protagonisti absolut në triumfin e Zero që si kaltri të regjistrua në kampionat ndaj Veronës, duke shënuar golin e fitores me penalti në minutën e 9. Në prononcimin e thënë për mikrofonat e DAZN, shqiptari ndër të tjera u shpreh: "Nuk ka problem pavarësisht se kush luan, të gjithë duhet të punojmë së bashku sepse jemi një ekip i fortë. Kemi një ndeshje të rëndësishme të martën dhe duhet të përgatitemi mirë sepse është më e rëndësishme e vitit. Qëllimi ynë ishte të arrinim në fund të gjitha kompeticioneve. Për fat të keq nuk jetolëm sepse u eliminuam nga Kupa e Italisë dhe humbëm pikë në kampionat, por kur nuk i dihet se çfarë mund të ndodhë. Duam të arrijmë në finalen e Ligës së Kampionëve sepse kemi qenë tashmë atje dhe e dim se çfarë do të thotë", përfundoi Aslani.